Profesor Pano, cili është vlerësimi juaj për zhvillimet sociale dhe politike aktualisht në Shqipëri? Shqipëria gjithherë që vim këtu shikojmë preparimet në disa fushë, për shembull në qytetin Tiranë dhe në periferi shikojmë ndërtimet e reja, ndërtimet mbi rrugat, ndërtimet në dyqanet ashtu na gëzon që Shqipëria përparon në këto degat material. Në fushën politik, herë kemi këto konfliktat që kemi parë në këtë periudin e demokracitë. Jam ashtu, kam një shpresë që taka këto zhvillimet e dishme mund të na hapin rrugën për zgjedhjen e këtij problemit që ka krijuar problem për Shqipërinë sa gjatë këto zgjedhjet e vitit e fundit. Profesor Pano, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe kryeministri Sali Berisha u takuan dje në një tryezë për reformën zgjedhore. Megjithatë, këto takime janë shumë të rralla. Ku e mbështesni ju shpresën se bashkëpunimi midis tyre do të vazhdojë me sukses? Kjo krizë ka gjatur për një kohë gjatë edhe unë kam parë ato zhvillimet në televizor dje, jam inkuaruar me këtë hap që është marrë dhe shpresoj që kjo do të jetë zgjedhje e kësaj problem në Shqipëri. Kam shpresë të madhe për këtë. Profesor Pano, sipas disa analistëve në Shqipëri, kërkesa e zotit Rama të opozitës për të hetuar zgjedhjet e kaluara është një mbajtje e shikimit pas, ndërkohë që po afrohen zgjedhjet e tjera për pushtetin vendor në 8 maj të vitit tjetër. Si e mendoni ju, si e vlerësoni ju këtë atmosferë paraelektorale politike në Shqipëri? Sipas zotit Rama, problemi nuk është që Shqipëria nuk ka ligje me këto zgjedhje, problemi është zbatimi i ligjeve. Edhe me hetimin tani mund të zgjedhen disa nga këto handrallat që kanë krijuar këto probleme për Shqipërinë edhe siç thash, jam konfident, kam shpresë të madhe që shikojmë tani fundin e kësaj rrugës. Profesor Pano, ka më shumë se një vit që Shqipëria është bërë anëtare me drejta të plota në aleancën e NATO-s, ndërkohë që po përpiqet shumë që të integrohet edhe në Bashkimin Evropian. Si e vlerësoni, si e përfituroni ju të ardhmen e Shqipërisë në 2011 në përpjekjet për integrime ndërkombëtare? Do të ketë sa probleme, po siç duket Shqipëria ka marrë këtë rrugën drejt Evropës. Udhëheqësit e Shqipërisë kuptojnë çmimet që pagojnë kur kanë këto problemet dhe siç thash, kam një shpresë të madhe që Shqipëria tani ka gjetur dritën edhe drita është drejt Evropës. Profesor Pano, ju faleminderit. Ju faleminderit.